Në veçanti do çantoja shumë Edmond që ka qenë fillimet e mia dhe jam shumë falenderuese. Arti mbi gjitha është jeta dhe unë shpresoj që nga jeta ime përpiqem t'ju jap edhe ju. Një falënderim veçantë kam edhe për Bardhën që është gjithmonë triumfuese dhe mbështetëse e madhe e artit. Unë përpiqem gjithmonë që t'jem afër jush edhe sot jam pranë gjithëve. Uroj që t'ju pëlqejë edhe faleminderit shumë nga gjithë. Jam shumë falenderuese të gjithëve. Gjithë besoj kuptohen ata që në njëjtën ose që në parë. Jam shumë i kënaqur që të falë këngëtyrjes së Bardhës, përdojmë që të rikthehemi ndoshta në shtëpinë e kulturës, por unë kam marrë këshillat e para apo udhëzimet e para për rrugën tepër komplekse që ka arti, pavarësisht se ju të përpiqeni ta bëjmë të bukur e të më vjen mirë për një gjë që Bardha ka mundur të mbledhë të gjithë brezat bashkë. Ndoshta Librazhdi është qytet i vogël, por unë mendoj që ka sjellë artista shumë të mëdhenj, përtej kufive të vet. Pra, Librazhdi ka prodhuar artista që janë krenari për Shqipërinë, jo thjesht për këtë qytet të vogël. Emrat tashmë njihen, kështu që ndjem shumë mirë, ndoshta kam lënë ndonjë mangësi se mund kisha bërë një ekspozitë shumë më herët në këtë qytet, më komplekse edhe me skulpturën edhe me materialet e përzierë. Por siç e thonë Bardha vetëm, unë se ne do të bëjmë si më. Urim. Shumë nuk po zgjatëm më shumë. Sepse kredet të nga dhe vepra tyre, por për mua kanë të gjithë më dhejnë, se ka treguar një zemër të madhe për të ardhur sot në këtë ditë pushtimi, qytetin e Librazhdit dhe për të dhënë mundësi qytetarëve të Librazhdit që të kenë të ditë të bukur me ngjyra pranverore, siç dhe ekspozita ka emrin Ngjyra pranverore. Atëherë ngjyra pranverore, do të mësite të bëjare, është sepse Librazhdi besoj ka pranverën më të bukur. Këtë ma bën të besoj pikturat që kanë sjellë piktorët. Dhe se jo kam thënë gjithmonë një harë turistike, që do ta vizitoj Librazhdin. Të gjithëve, mirë që jam në vendlinjen time qytetin Librazhd dhe dua të falenderoj miken time Bardhën, artistët mrekullueshme dhe gjithë të piktorët këtu. Një mesazh kam për gjithë juve, mbështesni artistat sepse gjëja e bukur është gjëja më e bukur që ekziston dhe ku ka më bukur se ti je vendlinje. Bardha të përshëndes shumë. Do fiket fare. Dhe duke parë që shumica janë larg, një pjesë janë në pension, një pjesë janë në mungesë. Dhe do të kërkoja vërtet një varfitje të madhe për piktorët në të Libloshmi, me cila kanë dënuar Librazhdin, për ta hyrë bizë iniciativë dhe emrin misionar të paqes, sepse arti është mision, nëse jeni i zakonshëm për gjëra të zakonshme dhe për vete, arti nuk është për vete, arti është për të tjerët, është për të dhënë dashuri, për të falur, për të cilë me vërtetësi atë realitet, për t'i dhënë, domethënë arti godet fenomene sociale, e bën të bukur jetën ndoshta, por dhe me kauza, arti përfshin gjithçka, pra arti është jeta. Ju them me plot bindje edhe si artiste që arti është jeta. Nëse ne nuk i mbështesim artistët, nuk japim atyre hapësirën e nevojshme për t'u rritur, për t'u ndjerë mirë, për të mos u qeshur, se ka dhe raste që qeshim me artistë, na duken pak qesharak. Po në fakt jemi qesharak sepse s'na kuptoni ju. Dhe kjo është e vërtetë. Kështu që na kuptoni më shumë, na mbështesni më shumë, dhe ne ju dua më shumë sepse frymëzimi jon buron nga natyra, buron nga njerëzit, buron nga dashuria për jetën. Pa e zgjatur, dua të jeni të përfitjet gjithë për gjithë panelin. Dua ti të rras një nga njerëzit ndoshta tani keni edhe mundësinë t'i njohim. Atëherë po e filloj siç është radha këtu. Po ftoj Arbet Kurti. Një duar të kitje për Arbenin. Ema Kurti, e cila dhe ajo ka shprehur nëpërmjet një vepre sot është këtu mes nesh, Ema bashortja e Arbenit. Natyrisht i madhi Gzim Hidri, i cili nuk është edhe piktor, është skulptor, por nëse të keni thirrur